Sepse në situatën aktuale qytetari është i hutum. Ai nuk voton për të majtën politike dhe djatën politike. Voton për liderin. De facto regresioni politik ka në atë stad që nuk votohet për partit politike, po votohet për babën, për nonën, për individ, që është absurde 25 vjet pas luftës. Dhe a është kaluese kjo? A mendon që do të përmirësohet si preferencë, apo do t'jetë e vazhdueshme? Fakt, dorën zemër për të mos hyrë në hak, se ne do ta lidhim pak me traumën e luftës. Por kam përshtypjen që është trend global, prej Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Francë edhe në vendet më demokratike, realisht po votohet për individin. Ashtu është. Shiqoni, zvetnimi i vlerave etike dhe morale në politikë, që ka qenë veçoria dhe trendet globale politike deri vonë, domosdoshmërisht shon në procese regresive politike ku çdo gjë thjeshtohet në liderin e partisë, në një personalitet, në autokratizëm që e thash në fillim të fjalës time. Këto procese me zgjedhjen e presidentit Trump dhe mënyrën që është zgjedhur dhe setin e vlerave të cilat i ka promovu në skenën politike të një shoqërie më të emancipuar de facto politike, ekonomike në botë, që është shoqëria amerikane. Ka me ndryshu këto trende. Dhe ndikimi ka fillu me u pa dhe do të shihet çdo herë më tepër. Megjithatë, këto janë proceset ngadalshme, këto nuk janë procese që kryhen brenda një nate ose brenda një mandati politik. Nevojitet një kohë më gjatë për të kthyer te vlerat kolektive, edhe ja po them etike dhe morale, vlerat që burojnë nga tradita. Për shembull, sot të flet për traditën në shoqërinë kosovare është diçka anakrone, është primitive, është arkaike, është përpjekje me e kthy një shoqëri para 100 vjete. Në esencë, bëhet fjalë për vlerat të cilat janë krijuar në shoqëri në përshekuj. Dhe vlera të cilat disa prej tyre mund të merren dhe shfrytëzohen si themel për zhvillimin e vlerave të reja, e jo ashtu një hudhje e plotë dhe fillim me ndërtu për fillimit. Ashtu që e patëm situatën fatkeqësisht para 25 viteve, kur administrata ndërkombëtare në Kosovë filloi me ndërtu shtetin e Kosovës prej zerës. Tuti nuk ka pasur këtë shoqëri, asnjë institucion, asgjë s'ka ekzistuar dhe po filloi me kriju një shtet në shkretin me një shoqëri totalisht analfabete dhe pa asnjë vlerë të traditës.